Kur një shoqëri fillon ta quaj problem njeriun që thotë vërtetën, atëherë ka ndryshuar diçka në thelb, që është e rrezikshme. Kjo nuk është një ide e re. Shumë shekuj më parë, Isaia shkroi se vërteta kishte rënë për tokë dhe drejtësia ishte larguar nga porta. Portat në atë kohë simbolizonin drejtësinë, vendet ku gjykoheshin çështjet, ku të mençurit e një qyteti ose ato që ishin le të themi gjyqtar diskutonin çështjet që njerëzit sillnin. Dhe Isaia thotë që e vërteta kishte rënë për tokë dhe drejtësia ishte larguar. Dhe që ai që largohej nga e keqja bëhej pre. Pra, jo ai që bënte të keqen, por ai që zgjidhte të largohej nga ajo që ishte e keqe, në fakt ai bëhej shënjestër dhe bëhej pre e njerëzve të tjerë. Ndërsa Amosi do të shkruante që ditët ishin aq të këqija sa njerëzit e urtë, pra të mençur, do të zgjidhnin të heshtin, sepse njerëzit urrenin ata që flisnin me ndershmëri dhe thoshin të vërtetën. Ata thjesht donin që ti të vihesh në anën e tyre, por jo patjetër ti flisje arsyes. Ndërsa Pali paralajmëronte se do të vinte një kohë kur njerëzit do të donin më shumë veten, do të ishin egoist, lakmues të parave, mburravec, dashuria do të ftohej, nuk do të respektonin prindrit dhe do të ishin më shumë dëfrimdashës se sa perëndidashës ose virtytdashës. Kur i lexon këto gjëra të duket sikur nuk janë shkruar për kohën tonë, apo jo, por janë shkruar për shoqëri primitive. Por në fakt problemi është se pavarësisht se ato shoqëri në atë kohë kanë qenë primitive, në thelb duket që kanë luftuar me të njëjtat gjëra që ne luftojmë edhe sot. Pra, janë të shkruara mijëra vjet më parë në Bibël, por janë po aq reale edhe sot në ditët që ne jetojmë, siç kanë qenë atëherë. Më thuaj për shembull, a është më lehtë për njerëzit e mençur të flasin në ditët e sotme? Çfarë ndodh me atë që flet në ditët e sotme? Dhe sa kushton kur ti flet të vërtetën? Për këtë arsye, nëse nuk po dëgjon të mençurin, por po dëgjon vetëm zërin e të marrëve, atëherë është koha për të ndaluar dhe për të menduar. Çfarë po ndodh me të mençurit në këtë vend? Dhe pse ata nuk flasin? Zoti ju bekoft edhe qofshim një shoqëri ku zëri të mençurit dëgjohet dhe nuk vihet në shënjestër. Nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqen të ndiqni materiale të tilla që sfidojnë mendimin le të themi popullor apo trendi dhe sjellin gjithashtu perspektivën e krishterë, vlerat, atëherë më ndiqni.